Kreu i PD Sali Berisha deklaroi se mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste nuk do të ketë më asnjë lloj bashkëpunimi pas ngjarjeve që rrodhën për zgjedhjen e avokatit të popullit. Nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Dhe ky është absolutisht vullneti i antarëve të Partisë Demokratike. Ambasadori i Bashkimit Evropian ka komunikuar me Ramën, të cilin Rama e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë, ka komunikuar atij se avokati i tij do jetë Endri Shabani. Kryedemokrati komentoi sërish vendimin e gjykatës kushtetuese që riktheu në detyrë zëvendës kryeministren dhe ministren Belinda Balluku. Vendimi i gjykatës kushtetuese për t'i dhënë Edi Ramës licencën e vjedhjeve publike ishte goditja mëra që ka marrë lufta kundër korrupsionit jo në Shqipëri, po dhe në Europë. Me këtë vendim Edi Rama tregoi se është i aftë të diktoj atyre gjykatësve pa dinjitet dhe integritet çdo lloj vendimi që dëshiron. Në përfundim, Berisha theksoi se opozita do të nisë betejë me protesta deri në qeveri teknike. Që kishin filluar